Përshëndetje teleshikues të nderuar, vazhdojmë ciklin e emisioneve me legjendat e sportit këtu në televizionin Koha. Sonte, para juve, është ish futbollisti i klubit të futbollit Shkëndija, aktualisht trajneri në shkollën e futbollit Shkëndija dhe arsimtari i edukimit fizik dhe sportit në shkollën Liria, pra bëhet fjalë për Bekim Osmanin. Bekim, mirë se erdhe në studion e televizionit Koha. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Fillimisht me pika të shkurta, edhe pse opinioni ju njeh mirë se kush është Bekim Osmani, na thuaj me pika të shkurta kush në të vërtet është Bekim Osmani. Bekim Osmani është i lindur në vitin 1972 në Tetov, i punësuar në shkollën fillore Liria, në Londën e arsimit fizik, po ashtu i angazhuar si trajner në klubin futbollistik Shkëndija, i licencuar si trajner me licenca UEFA, më thonë kjo është fillimi si prezentimi. Bekim, me që ke emision ka karakter të sportit, atëherë në thuaj kur i keni bërë hapat e para me sportin, pra me futbolin, dhe pse pikërisht orientohet në këtë sport? Po tash do kthehemi pak në kohën e komunizmit, në vitet e 80-ta, ku hapat e parë të futbollit, gjithë tetovarët i bëshin fillim në lagjet e tyre. Domethënë, kur përmendim lagjet, domethënë është një konkurrencë e madhe ishte që të jeshish titular në lagjen tonë. Në ekipin e Mohallës. E Mohallës, po, kur ashtu në tetovarçe, i themi të jesish titular, ishte shumë konkurrencë e madhe. Pastaj linte dy ëndra ishin të fëmijët e Tetovës, ishte lagja titular edhe klasa, shkolla. Domethënë ne ishim në shkollën fillore Istikball, këto ëndrat mua mu realizuan, domethënë isha titular edhe në lagje, edhe në shkollë. Edhe në shkollë, domethënë. Edhe është një rast e kam patjetër ta them këtu edhe për tetovarët, kishin gara për para organizoshin këto turnire në përfshatra. Një turnir ne murëm pjesë me lagje në fshatin Sels të Tetovës. Ishte shumë interesant se jemi ngrit mëngjes ora 7, jemi shku me një market, jemi furnizu me ushqim, të me thonë tërë ditën dhe kalojmë në fshatin Sels, edhe kemi shku në kamp edhe kemi ardhë në kamp. Atë keni bo me dëshirë të madhe. Dëshira e madhe ndaj futbollit të tetovarët ose të fëmijët e Tetovës ishte. Tash kur përmendi klasën, dhe me thonë ishin ato dy ëndra, lagja dhe klasa, dhe ai kulmi ishte pjesëmarrja e një nxënësit për shkollën. Unë arrita edhe të marrë pjesë për shkollën fillore Istikball, edhe ishte ajo ëndra kur patronatet e shkollës organizoheshin përpara me sport, edhe ishte shumë, si ta them, me emocione kur do të luajsh para nxënësve, para arsimtarëve. Cilën arsimtar të edukatës fizike? Do të thonë, në atë kohë unë e kum pat arsimtarin Afezat. Afezat Osmani, po. Osmani, edhe i cili kishim edhe fat i madh në shkollën fillore Istikball, ishte Vlado Macedoni, i cili nuk kujtohet mbi emri tash. Mirë, po ai mbajte përgjegjësi në futboll, merrte shënime, emrin mbi emrin, edhe gradualisht na tregonte neve kush do të fillojë stërvitje në klubin e futbollit Luboten. Do të thonë, në atë kohë ishte vetëm Teteksi si klub edhe Luboteni. Vlado mu më mur emrin edhe më tha orën, ditën, kur duhet paraqitem në stërvitje në klubin e futbollit Luboten. Kështu që hapat e parë të mia të futbollit profesional janë bërë në shkollën e futbollit Luboten. Në vitet e 80. A e mbajsh mend kur ke qenë në ekip si futbollist, me ndonjë ndeshje zyrtare, kundërshtar kush ka qenë dhe si ka mbet rezultati? Çfarë mendojsh në mënyrën e... Qëtër, ke Luboteni kur ke luajt si antar i shkollës futbollit. Me thonë, atërës kanë qenë, të themi ato derbit ose rivalitet ka qenë gjithmonë mes vete Teteksi dhe Luboteni kur kemi luajt. Ato ndeshje kanë qenë për mu edhe për gjithë tetovarët, në ato ishin atë.
Po tash themi 2-3 herë kemi mund, edhe 2-3 herë kemi humb. Domethënë kështu i mba mend paravorësisht. Në atë kohë Luboteni ishte simboli i futbollit këtu në. Po edhe me tradit klubi i vjetër në ish Jugosllavi e ku ta di. A mbani mend ndonjë nga shokët e gjeneratës që keni luajtur bashkë atëherë te Luboteni? Po pak më të mëdhej se unë ka qenë, domethënë Mujdin Livare ka më të mëdhej pak, një vit a dy s'm kujtohet. A gjeneratës time ka patë Palës Maqedone, domethënë ka qenë ai Zhare Serafimovski, i cili mbriti në Vardar, edhe jashtë më duket në Bordeaux, duke në Francë, edhe ka qenë edhe një Bocka e thyshin, ai bani një transfer si 18 vjeçar në Vojvodinën e Novi Sadit. Po, to janë disa emra të cilët i mbam mend. Me ardhjen e, si të themi, e pavarësisë së Maqedonisë së Veriut pas vitit. Dalja nga komunizmi në sistem. Kushtimisht i themi me demokracinë, demokratizimin e sistemit, domethënë pas komuniste, atëherë të gjithë e dim se klubi i futbollit Shkëndija që u themelua në vitin 1979 për shkaqe të ndryshme e ju ndalua pjesëmarrja në përgarat deri në vitin 1991-92, atëherë kur bë edhe rithemelimi i këtij klubi. Me rithemelimin e këtij klubi shumë futbollistë shqiptar, të cilët ishin pjesë e Lubotenit, kaluan te Shkëndija. Si ndodhi që edhe ju të kaloni? Kjo ishte një rast i veçantë, ndoshta mund ta them se unë para se me kaluar te rithemelimi i Shkëndijës, patëm një zëng në Lubotene, u detyrova une të lë futbolin një 1 vjet e gjysa. Me thonë, mos tim në diskriminimin, ka pat diskriminim edhe në atë ko, kemi edhe sot, po nuk do në tim në ato teme, po, edhe une pata një paus 1 vjet e gjysë, edhe në atë ko ishin gazetat, edhe radio diçka, patëm disa informate, nuk ishim rrjete sociale, patëm informata se dhe bëhet rithemelimi i klubit dhe paraqiten lojtarët sen, edhe në atë ko prej gazetës, radio, edhe mba mend ka qenë Miftar Ziberi, Abil Bexheti, Irfan Xheli, kështu nëse gaboj dhe kanë kamaru mund të thani edhe ju, edhe u bë paraqitja me nëzise priqim që paraqitemi të klubi ku në atë ko ishin dëkund ku ta di unë 45 lojtarë, dhe bëhet reduktimi, 6 muaj, një 5 muaj para fillimit kampionatit për të bërë regjistrimi lojtarëve, fillojmë ligën komunale ku atëherë ishin 4 liga, do me thonë krejt kjo ko ishte paraqitja e... Si kaluat në kampionatin e parë, në ligën komunale? Po tash... Pas ju bë reduktimi i lojtarëve, do me thonë të filloj e kampionati, duhet pa qetet përmendi edhe stafin e partë Nezhbedin Sinani dhe Ismail Sulemani. Tash portierave nuk më kujtohet, kujtim Vela dhe Doda, tash nuk më kujtohet bashkë mirë, kanë qenë Tudia, nuk e di bashkë. Do me thonë kjo ishte fillimi i kampionatit edhe një ëndër e imja. Unë lirish mund të them, mos ish bë rithemelimi i Shkëndijës, ndoshta une nuk dhe luajsha futboll. Nuk do të merrem. Në ligën komunale, me sa duket, ka pas një ndeshje edhe balotazh, më duket, me Slobodën e Saracinës. Shkëndija. Po. Kemi pat duke 2 play-off-e, 2 balotazhe, ishte Slatina fitum, e fitum fshatin Slatin, edhe në fund e fitum edhe që ishtë kjo e fshatit Slobodën e Saracinës. Edhe u kualifikuam në ligën e 3. Tash unë do të ndërpres vetëm pak. Unë jam ndoshta me pikpyetje një ndër futbollistët të cilët kam kaluar ligën komunale, ligën e 3, ligën e 2 edhe ligën e parë. Po pikërisht edhe jeni këtu. Kum mbijetuar të gjitha ligat e Shkëndijës ose në gjitjen. Atëherë të shkojna me radhë në ligën e 3. Si kaluat në ligën e 3 dhe cilën ndeshje e veçosh nga ai kampionat? Për tetovarët dihet ajo ndeshja për gjithë opinionin e Tetovës, është me Fortunën. E Hasanbekut, po. Po, me Hasanbekut, mirë po, unë kam edhe një ndeshje shumë me rëndësi për mua,
Bashkimi Kumanovës, ku ne kemi fituar 2-0 këtu në Tetov, ku kam qenë unë gollashënuesi i parë, me një gol bukur, shumë gol i bukur, edhe Qatip Osmani 2-0. Ishte edhe një ndeshje për mua e veçantë, për fortunën nuk diskutohet, një eufori shumë e madhe, një stadiumi përmbushur. Ndeshjen me Bashkimin e Kumanovës deri më tani askush nuk e ka përmendur. Po ishte rivalitet, ishte edhe Bashkimi i Kumanovës i cili... Jeni i parit i cili e përmendni këtë ndeshje me Bashkimin e Kumanovës. Edhe në atë kohë dua ta përmendi Bexhes Shehu ishte trajner nga Shqipëria, një burr shumë i mirë, një pedagog shumë i mirë, një respekt të madh. Kisha ndaj ati, po edhe ndaj me. Edhe ishte minuta e 43 kur e kom shënuar unë golin e parë dhe u përfundoj pjesë e parë. Në zhveshtore ka një vetëm ma ka dhënë dorën edhe nuk tha asgjë. Të thuj pak për atmosferën që ndodhi me Fortunën e Hasanbegut. Këtu sa atër ka pasur mbi 20.000 tifos në tribunat e stadiumit. Po çfarë të themi, ishte një eufori shumë e madhe në qytet. Do të thonë çdo kund u bisedote për atë ndeshje. Bile dëgjoshim nuk ka asoj copë të kuqe dhe të zezë prej flamurave që kanë shit në për lokale. Se do me thonë, me të vërtet ka qenë ajo ndeshja shumë me eufori për qytetet që nuk do harrohet, gjithmonë do jesë në historinë e klubit futbollistik Shkëndija. Pas ligës së tretë, vazhdohet në ligën e dytë. Tash liga e dytë ishte diçka pak ma interesante, diçka ma e rëndë. Me sfida ma të mëdha. Po reduktimi i lojtarëve gjithmonë, transfer largohet, ai vjen, do me thonë çdo gjë është interesant. Mirë, po është me rëndësi të përmendin në atë kohë, do me thonë si bashkëlojtar ka qenë Qato, më duket ka ardhur ligën e tretë, edhe ka vazhdu bashkë me mu ligën e dytë, ligën e parë. Ligën e dytë da e veçoj edhe Halim Odaj, u këthi nga Zvicra, e mba mend se kishim duke trajner Hysni Maxhuni. Dhe me thonë ishtë një sfide re për tetovarët, një eufori e re për të kaluar me sa duket ishte edhe një futbolist nga Shqipëria, nga Vlora Haxhiu, më duket. Po, Albert Haxhiu ka qenë edhe në ligën e tretë, po. Një përshëndetje edhe për atë, ka dhënë shumë për Tetovën, për Shkëndijën, edhe përshëndesim ne në këtë momente që... Gjithsesi. Cilën ndeshje e veçosh gjatë garimit në ligën e dytë? Po, unë e da veçoj, kishim një ndeshje në Tetov me Shkëndijën e Araqinës. Ne kishim 2 kartona të kuq, nuk më kujtohet, Jeton Nesimi, më duket? Jeton Nesimi edhe Afet Kurtishi, nuk më kujtohet, mund të edhe të gaboj, edhe mba mend se ne ja dolëm 0-0, në me thonë ishte një rivalitet, a më ka qenë një loj për mu shumë interesante, dhe me thonë edhe më duket ishte loja e parë që une fillova si startus, edhe ai momenti im ka qenë, do me thonë 7-8 vite kom qenë gjithmonë startus. A bani me ndonjë nga lojtarët të cilët kanë qenë në formacion në atë ndeshje? Po ka qenë Qato, ka qenë Halim Odaj, ka qenë tash portier shumë të mduket Samet Zendeli, liga e dytë, Ibrahim Luma, Recep Qamili, këto për momentin, Albert Haxhia, nga Shqipëria të ishte Cami, më duket, Rezar Cami. Cami, po, ka qenë Cami, do me thonë nga Shqipëria, po Cami ka qenë Indjeri, më duket se ka ndru jetë Besim Oprea, ka qenë edhe ligën e dytë. Nga Dibra, po, vitin e kaluar ndroj jetë. Po. Dhe pas ligës së dytë, do me thonë, plotësohet një ëndër e të gjithë shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, do me thonë Shkëndija arinë të kualifikohet në ligën e parë, si të themi në elitën e futbollit të Maqedonisë, një ëndër e ka moçme e gjithë sportdashëve shqiptarë. Tetovarëve, gjithë shqiptarisë. Filloi ndeshja, e mbani me ndeshjen e parë. Po tash... Ishte më duket me sa di une me Bellasicën e Strumicës. Po. Rezultati 2-1. 2-1, po. Me thonë, kur të lidhemi të ligë e parë, me thonë ishte ëndër e, më themi për mua, po të gjithë futbollistët, të gjithë lojtarët, të gjithë tetovarët, edhe ndoshta edhe të gjithë shqiptarisë,
Shkëndijën të shohin klubin futbollistik Shkëndija në ligën e parë E mbani mend se golin e parë në ligën e parë ka shënuar Hifzi Aliu. Hifzi Aliu, po. S'm kujtohet, po derisa ju e thonim, atëherë e ka shënuar 2-1 për Shkëndijën. Për Shkëndijën, po. Edhe pastaj më kujtohen, domethënë, ajo ligë e parë, konkurenca, një Shkupi Sloga e fortë, një Silex shumë me buxhet mirë, me Ballkani, domethënë ishte një konkurrencë me të vërtet shumë e mirë. Pobeda e Prilepit. Pobeda, domethënë po ishin ma rival, ishin Silexi edhe Sloga në atë kohë. Po, për shkak se në krye të federatës ishte Dzingo. Po, Dzingo. Edhe ti ishte që Silexi gjithmonë do tjetë. Po, mos ta përmendim përsëri atë diskriminimin. Si ende domethënë kanë ndodhur si po. Cilët ishin ato sfidat më të mëdha që ndodhen katë? Se e dim shumë mirë se gjatë këtij kampionati ndodhi edhe një incident që faktikisht u desh që të shkatrojnë Shkëndijën. Po edhe u dënuan futbollistët, duket Halim Odaj, Skender Jonuzi, disa po Ibrahim Osmani kanë qenë të dënuar. Domethënë kanë ndodhur këto gjëra, mos tim në atë politikën, po Maxhuni u larguar, edhe kjo ishte pse ndodhi ai incident? Pasi a ke qenë edhe ti në pjesë e formacionit? Jo, në atë kohë nuk kam qenë pjesë e formacionit, po tash pse ka ndodhur nuk mund ta informata unë sakta pse ka ndodhur, çka ka ndodhur, po me siguri revolta, referimi, mos tim detaje shumë thella. Me se mbaj mend unë ekipi i Shkëndijës atëherë kishte futbollist nga të gjitha viset shqiptare dhe me një fjalë atëherë konsideroj si një kombëtarja e futbollistëve shqiptar këtu në Maqedoni. Po, me vërtet është. Tash unë të përmendi disa emra të gjithë, ndoshta mund gaboj ose të harroj ndonjëherë, domethënë, dhe filloj prej fillimit, domethënë nga Albert Haxhia, Saledin Jeliu nga Gjilani, Coli, Sadullah Jeti nga Gjilani, Fadil Berisha nga Prishtina, Camin e përmendet ju më herët, Opre, Muharrem Dosti, portieri legjendar. Ai është një mik i vërtet i klubit. Dhe vazhdon të mbetet edhe sot kësaj dite. Da përmendi edhe një, mos e harroj, Menga? Bekim Suka, po mos e harroj, edhe për atë kam një respekt veçantë, shumë djalë i mirë, një karakter shumë i veçantë, i cili tash më duket jeton në Austri do kundi. Edhe mos përmendim qytetet tjera, Menga, Birolli, kush kanë qenë. Po, ishte një kombëtare e vërtet e futbollistëve shqiptar. Me plot merit mund ta themi se ishte një kombëtare e gjithë shqiptar. Por ajo dëshira e madhe për të kualifikuar në ligën e parë zgjati vetëm një vit. Një vit. Sipas të gjitha gjasave aty ndodhen shumë padrejtësi, shumë dënime të larta ai ndodhen Shkëndijës në atë kohë. Po, domethënë ishin këto momentet e ndoshta më të vështira të klubit në atë kohë ku dënohen lojtarët. Patërës nuk më kujtohet ishte Abdilnadi Veseli. Duket Abdilnadi, po Abdil Veseli. E mbaj mend në një deklaratë atëherë si kryetari i klubit, ai tha do ta bëjmë Shkëndijën që të luan me Barcelonë. Për të gjithë ishte në vërtet një ëndër shumë e madhe, apo një dëshirë që ndoshta edhe nuk mund të realizoj, por duke parë parasysh sukseset e tanishme të Shkëndijës, mund të vijë edhe ajo ditë. Ajo ëndër, po. Pas ligës parë, përsëri në ligën e dytë. Përsëri në ligën e dytë, me problemet e shumta, pastaj përsëri rikthimi në ligën e parë, atëherë duket ishte Sinan, po. Atëherë kemi qenë pjesë, përsëri u rikthyem në atë, e morën trener ishte më duket Zoran Smileski. Një trener, po, Bilbil Sokoli, Zoran Smileski në ligën e parë. Duhet ishte një rikthim ku me të vërtet ishim edhe lojtarë të cilët kishim një gjenerat pak ma të re, me thonë ishin disa lojtarë të cilët ishte Bashkim Arifi, Vullnet,
Emini, Berati Meri, edhe shumë qërë një gjenerat më e re të cilët dë na zavendësoshin neve ose të themi, po edhe kështu arritëm të rikthehemi në ligën e parë. Në vitin 1999-2000 arriti përsëri të bëhet kampion i ligës dytë dhe të rikthehet në ligën e parë. Pikërisht në momentin kur e kremtonte edhe 20 vjetorin e themelimit. Çfarë ndjenja ishin edhe për ju futbollistët dhe për të gjithë anëtarët e Shkëndijës? Rikthimi i Shkëndijës në ligën e parë, domethënë gjithmonë ka qenë ndjenja shumë të mira për futbollistët, për tetovarët, për opinionin, domethënë çdo herë Shkëndija ka merituar të jesë në ligën e parë gjithmonë, nuk duhet të hinë ato problemet që ndodhin si ndodhin, mirë po gjithmonë kemi pat pastaj një situatë të rëndë. Do me thonë, edhe rikthimi 2000-2001 filloi konflikti. Filloi konflikti dhe Shkëndija të largohet. Gjithmonë ndodhte diçka e papritur, pa ashtu dhe ndodhin disa gjëra ku nuk mund të, si të themi, të festonim një kohë më të gjatë. Në momentin kur Shkëndija që u ndalua garimi, sidomos në vitin 2001 për shkak të konfliktit, shumë lojtar, po edhe ju vazhduat në ekipet e Kosovës, pra në dritën e Gjilanit. Që ndodhi që të... Ishte ndeshje e fundit, ku unë luajshim me Vardarin, fillimi i konfliktit. Në atë kohë, kur kam filluar krismat e para në Tetov, unë kom qenë shkup me Shkëndijën, me lojën me Vardarin, ndërprerje, edhe nuk duhet të him të ndeshja gje, unë ndërprer ndeshja, kthehemi në Tetov. U kthehet gjallë e mirë. Po gjallë e mirë, krejt okej, po edhe në shtëpi. Ndërkohë mbas 2-3 ditëve nuk kishim stërvitje, mu më kontakton trajneri Bilbil Sokoli nga Kosova. Edhe më thot, a i kishtë informatat sakta, më thot, Bekim, nëse mund gjesh dhe një rrugë, dhe një situatë, dvish në dritë, unë preferoj dvish në dritë, a ishte trajner në klubin e futbolistik Drita nga Gjilani, edhe më tha kështu shumë, tha si, tha nuk do ketë futbol një 6 muaj sen, tha është mirë, dokumente këtu, atër ishte pa dokumente, dhe me thonë shumë rahat. Edhe pse ishte rënd, kaloj kufinin, në atë kohë ishte fillimi, u detyrova unë shkoj në Shqiprin, Tiran, prej Tiranet kaloj ka Kuksi, për të shkuar në Kosovë. Një mikpritje shumë e mirë, Gjilan, nga trajneri Bilbil Sokoli, nga lojtarët, nga një shok Hysni Gjinovci, një komandanti i luftës Kosovë edhe një futbolist i mirë, më respekt madh dhe kam pa qetër të përmendi. Që që prej futbolistëve të Shkëndijës? Në fillim unë në dritë kom qenë i pari që kom shku në dritë, pastaj pas me e ka ardhur Lirim Saiti. Ali Modaj ishte atje, më ishte në rivalitetin në Gjilan, do me thonë, Drita dhe Gjilani, Alimi ishte Gjilan. Qato edhe... Qato me bashkimin kanal me Mavoneas pak, do me thonë, Qato edhe bashkimin. Pastaj ka ardhur Meriton Berisha nga Shkupi, Ismaili prej Kroacie do kun të këthi, edhe prej Tetove qërë, do me thonë, Ilber Aliu, shtu ishime. Edhe një respekt madh dua ta përmendi këtu, presidentin e klubit, Selami Osmani. Një burr shumë i mirë, shumë human, edhe një respekt veçantë kishte për shqiptarët e Maqedonisë, posaçërisht për tetovarët. Do përmendi një rast, kur me Dritën kemi fituar kupën e Kosovës. Kam qenë i pranishëm. Edhe kemi qenë rival Drita me Gjilanin, një stadion i përmbushët me publik, por afërsisht si Fortuna me këtu ndeshja, po rivaliteti, ku me penalti, unë kum shënu edhe penaltin, edhe kemi dalë kampion. Dua ta lidhi këtë fitore me festën pas ndeshjes. Kemi shku në Gjilan, kemi festuar deri orët e mëngjezit, edhe presidenti i klubit Selami Osmani 3-4 ka porësit këngën e Mujdin Aliut me atë refrenin jam gjallë nga Tetova. Do me thonë, kishtë një respekt shumë madh ndaj tetovarëve. Ju gjatë kohës që keni qenë në dritën e Gjilanit, ka pas edhe një ndeshje miqësore Drita Shkëndija. Kemi luajt në Gjilan.
Në Gjilan, a? Po. A Drita ka luajt, ama unë Drita me Shkëndijën, po. Unë e di këtu në Tetov kemi luajt Shkëndija, Drita. Pasi kam qenë edhe vetë prezent në atë ndeshje, po. Ju s'keni qenë. Unë s'kum qenë, me siguri nuk kum qenë. Do shta ka qenë ko pak ma... Pas Dritës ju kaluani në ekipin e Renovës, si ndodhi? Po, do me dhe një vjet e gjys unë luajt për Dritën e Gjilanit, pastaj rikthimi në klubin futbollistik Renova, Liga e tretë, karimi për ngjitjen në Ligën e dytë, edhe mba ment ishim pak si lojtar ma me përvojë sent, unë Alim Odaj, edhe ka qenë Veselinovski nga fshati Bërvenic, me thonë këto ishte, ajo ishte pjesa e themi mbarimi i karrierës sime si futbollist, 2003-2004 do kundi, ishte mbarimi... Kur e përfunduat karrierën, a ju përgatitin do një ndeshje lam të mirë se apo ndonjë? Tash në Tetov sa që shofim, do me thonë një histori jo e mirë, të bëhet një ndeshje për themi pensionimin ose mbarimi një futbollistit karrierës, nuk kemi pat asoj ndeshje. Në me thonë, naskujt nuk janë është organizuar. Po sa që kemi informata, ose nuk kemi. Edhe ju e dini, edhe unë e di se për vete nuk kum pat. Kishte një moment që Nebi Mustafi, si drejtor sportiv atko që ishte i ekipit të Shkëndijës, mendonte që të organizoj një ndeshje ekzibicionale apo një ndeshje festive për t'i ftuar të gjithë futbollistët të cilët kanë qenë pjesë e Shkëndijës. Do me thonë, një ndeshje lam të mirë. Po shumë ide e mirë, po nuk i di. Nuk i di. Pas përfundimit të karrierës, një kohë keni qenë i papunë. Po, një pauzë, do me thonë 2003-2004, një pauzë deri vitin 2006. 2006 më kontakton Halim Odaj, si koordinator të Akademia e Shkëndijës, më kontaktoj dhe më ofroj një post trajneri në gjeneratën U19. Në me thonë, një fillim i ri për mua si trajner në lëmin e futbollit. Një kohë të gjatë, tani ma gati 20 vjetë, 2006 po. Jeni duke punuar me shkollën e futbollit të Shkëndijës. Cilët futbollist do t'i veçonit që kanë dalë pikërisht nga shkolla e futbollit Shkëndija? Tash... Me siguri që nuk mund t'i përmendni të gjithë, po, disa që kanë pasur karrierë. Tash, kur përmendni këtë më kujtojnë edhe se kemi pas shumë lojtare dhe i harojmë mirë, po kur i shohim ndeshjet, na i kujtohet se ka qenë te klubi. Tash, themi, prej në kohën, do me thonë, kur kam filluar me Shkëndijën, do me thonë, mos përmeni tash të gjithë, po disa dhe mundohem edhe ndoshta mund të harojmë dhe kënd, ka shumë. Në 2006 atër ka qenë në U19, edhe pse Ferhan Hasani Buva ishte 18 vjeçar, mirë po lujte me U19. Do me thonë, shumë i talentuar, shumë një gjalli mirë, edhe arriti ndoshta kulmet e futbollit, një profesion. Edhe pse shumë herët i thalëm të mirë për futbollit, po, ajo është problemi i tij kur mbaroi karrierën. Tash tim kohën e themi ekologut, do me thonë kemi shumë futbollist mirë, shumë suksese me klubin, do me thonë do im t'i përmendim ato sukseset, mirë po në fillim dhe përmendim do me thonë është pak si matë vjetër është Shefiti, i cili ka qenë të shkolla, Arbin Zenullaj, i cili ka qenë të shkolla e futbollit, Totre, Shpent Hasani, do me thonë një generate 96-97, pastaj të vim ma herët e një Reshat Ramadani, Florent Ramadani, kush ka tjetër, do me thonë, Imrani është për momentin që është Imrani, është në klub aty, po Imran Fetaj ka qenë të ne. Edhe shumë emra qjerë mos përmendi. Spaiu në Vardar është... Edhe mburini ma atë që pasur suksese për kundër kushteve jo adekuate të punës. Tash, me u këthi pak mbrapa, dhe me thonë, kohën tonë, kushtet
e këtyne tash janë pak ma të mira, normal, po. Futbolistët cilët ishin trenerët tuaj të preferuar? Tash unë do përmendi të gjithë të cilët kanë qenë pjesë e imja e karierës time, do me thonë duke filluar nga fëmëria, nga Gjemaludin Gjemal ka e thishim atërës në Luvoten. Ka qenë një ikon e futbolit të to. Edhe pastaj fillojmë me Nejbedin Sinani, Ismail Sulemani, Bexhet Sheu nga Shqipëria, Isni Maxhuni, Bilbil Sokoli, Refet Prekazi, Fadil Muriqin e kumpat në dritë Gjilanit, një ikon e futbolit Prishtinës në ish Jugoslavi, Zoran Smilevski, Ajet Shosholli, edhe shumë të tjerë, do shta kumaru, Zoran Smilevski. Atëherë, cilët janë sukseset më të mëdhaja të Bekim Osmanit si trener në grupmoshat e reja në shkollën e futbolit të Shkëndijës? Se përmendet se keni fituar disa tituj. Tash dhe përmendim disa sukseset të cilat me të vërtet ishin për mua një eksperiencë e madhe, një gjë e re në si trajner, do me thonë me generatat e reja, ku mundohesh t'i pregatitish ato në mënyrë më të mirë për të arritë ëndrat e tyre ose të mërinë në profesionin, në futbolin profesionalist. Tash suksesi më i madh për mua personal ka qenë viti 2017-2018. Ne tash dhe përmendi personal të mijat, po edhe të klubit. I lidhi se gjithë kolegët, klubi kishim një vit, nuk e di unë, çfarë viti, shumë sukses. Dhe me thonë ishte ekipi i parë, dul kampion, e murë edhe kupën. Unë 19-ën, unë si trajner, dolem kampion me unë 19-ën, e murëm edhe kupën. Atë ka ju shpalet edhe trener i vitit për grupmoshat e reme, sa duket në manifestimin e organizuar nga Federata në Shkup, po. Do me thonë, ishte ai viti sukses. Ishte gjenerata U18 Berati Meri, kampion edhe kupën. Ishte Buron e Murllaj, nuk më kujtojt kupën apo njënën. Edhe Luma, do me thonë, murë kupën, do me thonë, prej 12 titujve, ne 10 i murëm vetëm klubi futbolistik Shkëndijë. Pa ishte një sukses i zakonshëm i Shkëndijës. Edhe Shkëndija u bo kampion atë botë, edhe me një dalim të madh të pikëve. Po ishte diferencë e madhe, një rekord pikëve, 35 pikë. Më duket ka dalë një kampion ku me një rekord, me siguri dhe shkruhet një histori, Qatip Osmani. Po ishte trener Qatoja, dhe me thonë ishte Qatip Osmani. Në atë vit, une shpalem njerë si fillim trener më i mirë në komunën e Tetovës këtu. Pastaj shpalem i nominuar nga Federata e futbolit të Maqedonisë si trener më i mirë 2017-2018 të gjeneratat e reja. Dhe me thonë, kjo është suksesi i imi personal si trener. Një rast i veçantë, cilën pa qetër e kemi ta përmendim, është herë e parë me U19-ën, Shkëndija merr pjesë në kvalifikimet për kampionin e Ligën e Trive. Dhe me thonë, ishte me Nitrën e Slovakijës, ku atje humbëm 1-0, në Shkup lujtëm 1-1, më thonë, ka qenë shumë lujat e mira dhe ishte herë e parë që Shkëndija. Pastaj, Shkëndija ka marrë pjesë edhe disa vite në kvalifikimet me U19, përmendi Hajdukun, ku kemi lujt me Hajdukun, kemi Dinamo Kijevin e Ukrainës, 4-5 është shpall Shkëndija me U19 si kampion dhe ka marrë garën e kvalifikimet. Je njohës i mirë i futbolit të të barë dhe rrethanave të futbolit këtu në arenën e të, pasi mbi 20 vite tani më punon si trener. Çka i mungon futbolit të të barë aktualisht? Po tash kur lidhemi çka i mungon Tetovës për futbolin, normal gjithë lidhemi te infrastruktura, me siguri këto do të kemi tash kur themi përmende presidentin i cili ka përmend Barcelonën në atë kohë. Mirë po tash jemi afër
Barcelonës, ku mund ndeshemi nesër. Me Barcelonën, por kemi luajt me... kemi luajt me Milanin, kemi luajt Tottenhamin, edhe unë besoj shumë se edhe kjo çështje gradualisht dhe realizohet për të rritë e Tetovës që të kesin një infrastrukturë shumë më të mirë se sa ne edhe të presin një të ardhme. Si vlerëson sukseset e Shkëndijës, sidomos në sezonin e fundit? Titulli kampion dhe tani ka arritur që të jetë në play-off të garave evropiane në ligën e konferencës. Do më thënë që është një sukses historik dhe suksesi më i madh i ndonjë ekipi nga Maqedonia. Tash një respekt madh për futbollistët e Shkëndijës, për stafin, për kryesin, do më thënë të gjithë kanë shkruajtur një histori për klubin e Tetovës, saktësisht klubi futbollistik Shkëndija. Respekt maksimum, shkruhet historia dhe emrat e tyre gjithmonë do të jesin në këtë histori të klubit. Me shkronja të artë do të shkruhen. E dim të gjithë se këtë vit, pra tani më jemi në vitin 2026, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Meksik organizohet kampionati botror të futbollit, ku në play-off, do të thënë, kanë gjasa për kualifikim reprezentacioni i Maqedonisë, reprezentacioni i Shqipërisë, reprezentacioni i Kosovës. Sipas juve, si janë gjasat që njëra nga këto tre kombëtare të kualifikohen? Unë ta them të vërtetën, krahas dëshirës, por unë jam shumë fasi i Shqipërisë, drejt të t'ju informoj, edhe shumë ndeshje kemi pa në Qemal Stafa, në stadiumin e vjetër, tash, unë jam tifoz i Shqipërisë, edhe ju uroj shumë fat dhe sukses e Shqipërisë. Cile ka më tepër gjasa për të kualifikuar? Po tash, duke i ditur kundërshtarët, Maqedonia takohet me Danimarkën, Shqipëria me Poloninë, ku gjasat janë shumë të vogla edhe nuk du komentoj për shpresa shumë me sigurisë të vogla. Mirë po edhe Kosova është duke shku në ngritje, do të thënë ka një rritje të futbollit, ka disa lojtarë të cilët luajnë Hoffenheim, do të thënë ka një ngritje të madhe. Edhe gradualisht ajo forma e këtij lojtarit Zhegrova të rikthehet formën që duhet, edhe do të sukses shumë i madh, po. Vendet. Paqet, veçanërisht për Shqipërinë dhe Kosovën. Ju keni një djalë. Po. A merret me sport që thua te kalon juve apo jo? Tash djali është marrë me sport, ka ushtruar futboll, mirë po rrethonat drejtuan ka fundi më tepër në arsim, është student në Fakultetin e Kulturës Fizike, është viti 3 edhe punët i shkojnë për momentin shumë mirë. Ne ju urojmë fat, edhe se me siguri se mund merret dhe merret me sport. Deri kur Bekim Osmani do të merret me aktivitete sportive? Tash, me aktivitete sportive, unë do merrem gjithmonë derisa të kem forcë edhe fuqi. Me thonë, rasti është sporti është diçka për mua shumë e veçantë, futbolli veçanërisht, po këtu pa tjetër dhe përmendi edhe si hobi skimi. Se ne tetovarët e kemi afër kodrën e diellit, edhe është edhe skimi. Edhe pse nuk e shfrytëzojnë aq sa duhet. Aq sa duhet, po. Mirë po une do bëj skim derisa të kes forcë edhe fuqi. Për të gjitha këto aktivitete që keni zhvuar, si futbollist aktiv, si trajner dhe me aktivitete tjera sportive, sa keni pasur për krahjen e familjes tuaj? Tash, në kohën tonë nuk është si sot, dhe me thone, për kraja familjare, mirë po gjithmonë prindet kanë qenë në përkraje të fëmijëve, rrallë kush nuk përkrahen fëmijën e vetë, dhe me thonë kemi qenë ne pakës ma të pavarur në sportin, dhe me thonë ke toleru sportin, ka thonë okej, dhe me thonë nuk ka qenë edhe nuk ka, si të themi, mbështetjen e ke pat në mënyrën psiqike, sen, dhe me thonë jo mënyrën e themi hajde me zort ose diçka të të shoja. Ju aktualisht jeni edhe profesor apo arsimtar i edukatës fizike në shkollën Liria. Sa nxënësit janë të interesuar për sport?
tash ne duhet të jemi shumë të realt edhe transparent duhet të jemi. Nuk është si në kohën tonë, do me thonë pak këto rrjetet sociale, telefoni, mosim në ato Facebooka, Instagrama, do me thonë nuk janë si në kohën tonë. Në kohën tonë kanë qenë sporti, do me thonë gjoja ku ne jemi shoqëru, kemi kalu kohën 4 orë, 5 orë. Unë lirish mund të themi se ne kemi pat futbolin, volejbolin, lumin, do me thonë unë si umri, lumi, volejboli, futboli, edhe kinemaj. Edhe pse nuk kemi pas pishin asë njëherë atër. Po, pishin nuk kemi pas. Do me thonë lumi ka qenë noti. Do me thonë edhe notin e ke bo vetë, nuk ka shni prindi, vetë jem sut në to ish vetë, do me thonë krejt gjonat janë bo me dëshirë, dashuria nga sportit. Ju kam parashtruar shumë pyetje, por a ka diçka që nuk ju kam parashtruar, që opinioni duhet të dije për Bekim Osmani? Jo, çdo gjë ju më parashtruat, çdo gjë tentuam të tregojmë këtu, ndoshta diçka kemi harruar, po pjesërisht gjërat elementare janë thënë këtu. Atëherë për në fund, cila është porosia e ish futbolistit, trenerit të futbolit dhe arsimtarit të edukatës fizike Bekim Osmani, drejtuar gjeneratave të reja të cilët pretendojnë të merren me sport? Po si mesazh unë u dëshiroj futbolistëve ose sportistëve, me thonë ma tepër bëhet fjalë futbolli, u dëshiroj gjeneratave të reja, futbolli nuk është vetëm lojë, por disiplinë, sakrificë dhe pasion. Gjdo stërvitje ju bën më të mirë dhe gjdo ndeshje të mëson diçka të re. Mos u dorëzoni pas gabimeve, ato janë rruga e suksesit. Ky është mesazhi për mua, për gjeneratat e reja. Atëherë, unë në emrin të televizionit Koha, në emrin tim personal, të falenderoj që ishe pjesë e emisionit javor të sportit, me legjendat e sportit, dhe ju dëshiroj sukses në punët e ardhshme. Falënderit shumë, respekt. Teleshikues të nderuar, ishte Bekim Osmani, ishte futbollisti i klubit të futbollit Shkëndija, trener në Akademinë e futbollit të Shkëndijës dhe arsimtar i kulturës fizike në shkollën fillore Liria. Deri në emisionin e radhës, natën e mirë dhe mirupafshim.